إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Folëm e herës tjetër për disa prej duave që thuhen hapjen e namazit, përmendëm kuptimin e tyre. Më pas shehu ka thënë, Allahu më shëroft, pra më pas thot A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose siç do vinë transmetimet, pra i kërkon mbrojtje Allahu xhallahu ala prej shejtanit. Kjo thot është e obligueshme, pra është obligim dhe merr personi gjunaf nëse e lek të gjë. Syneti është që thot disa herë A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dhe tregon se çfarë do thot nafth, pra është poezia e nënçmuar. Thot dhe disa herë thot, pra disa herë thot kështu, disa herë tjera thot A'udhu billahi semil alim minash shaitanir deri në fund. Pra ndonjëherë A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ndonjëherë A'udhu billahi semil alim minash shaitanir rajim, edhe këto pra min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, do t'i shpjegojmë se çfarë janë, pra çfarë kuptimi kanë. Më pas thot, pra thot pa zë, si namazet me zë, si namazet pa zë, Bismillahirrahmanirrahim. Pra nuk e thot Bismillahirrahmanirrahim me zë, e thot pa zë. Si namazet pra që lexohen me zë, si ato që janë pa zë. Pastaj ka kaluar tek tema e leximit Fatihas. Kurse te libri i mesëm thot Allahu më shëroft, pra më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kërkonte mbrojtje Allahu xhallahu ala, duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi. Kjo fjala këtu hamzihi, pra do thot, ka komentuar shehu, kuptimi është një lloj pra budallalliku me tik mendja, lloj smundje mendsh, Allahu na ruaj, pra i kërkon mbrojtje Allahu xhallahu ala, pra nga shejtani i mallkuar, truaj nga sherri i shejtanit, min hamzihi, nga ky lloj budallalliku apo ikje mendje, nafkhihi, thot shehu këtu është mendjemësia. Gjithashtu i kërkon mbrojtje Allahu xhallahu ala nga mendjemësia. Thot nafkhihi, kjo është poezia, dhe thot shehu qëllimi këtu me poezin është poezia e nënçmuar, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë transmetime të tjera që ka thënë prej poezisë ka urtësi. Pra ndonjëherë thonte këtë, ndonjëherë shtonte duke thënë A'udhu billahi semil alim minash shaitanir rajim dhe kështu me radhë. Më pas thot lexon Bismillahirrahmanirrahim dhe wala yajhar biha, pra nuk e thot me zë të lartë, qartë. Këto ka thonë dhe këtu, pra si te libri i shkurtuar ose te përmbledhës dhe te libri i mesëm, pra jo libri bazë, këto ka përmend shehu, Allahu më shëroft. Të flasim pak për kuptimin e A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra thot Imam Ibn Kathiri, unë këtë fjalë e përmenda edhe më parë tek fillimi i pra para Fatihas te tefsiri i tij, thot kuptimi A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra ti i kërkon mbrojtje, i kërkon strehim Allahu xhallahu ala prej shejtanit, që është i mallkuar, që të mboj dëm, thot, pra i kërkon mbrojtje Allahut që mos bëjsh dëm shejtanin në fen tënde apo në dynjan tënde. Në fen tënde apo në dynjan tënde. Si thot që të më pengoj nga gjërat që jam urdhëruar, apo nga gjërat që më ke urdhëruar ti o Allah. Pra i kërkon mbrojtje Allahu xhallahu ala që shejtani mos të pengoj nga gjërat që Allahu të ka urdhëruar, apo të nxjisi që të veproj gjërat që ti ke ndaluar. Gjërat e ndaluara. Thot pse? Sepse shejtani nuk e largon nga njeriu vetëse Allahu xhallahu ala. Prandaj, nëse do shohim Allahu xhallahu ala me shejtanët njerëz, për me ata njerëzit e këqinj, na kanë nxit që me u sjell mirë. Ja u kthesh atyre me të mirë. Pse? Se ndoshta natyra e tij e kthen dhe e largon atë shqetësimin karshiteje. Kurse nga shejtani xhin thot nuk pranon rishfet, nuk bëj sa dush ktheja me të mirë, ai nuk dikon asgjë pra tek ai, sepse ai natyrë është i keq dhe nuk e pengon atë prej teje vetëse ai që e ka krijuar. Gjoni fjalë shumë, po ti meditoni janë fjalë shumë mëdha. Pra, njeriu i keq përmend ajetet atëre që t'ia kthesh me të mirë, se ndoshta ai ditë mund bëhet çfarë? Miku yt sillet mirë me ty.
Pra kjo sjellja jote e mirë që ti ja kthen me mirë, ndoshta natyra, ai kthehet dhe bëhet, pra ndikon kjo mirësi. Ama te shejtani kjo gjë thot Imam Kethiri nuk vlen. Shifë si thot, nuk pranon ai rryshfet, pra nuk ndikon tek ai sjellja jote e mirë. Pse ngjojeni? Sepse nuk e ndalon atë prej teje vetë ai që e ka kriju. Edhe ka përmend ajetet, ka 3 ajete që nuk ka të katërt si këto. Ka përmend ajetet pra wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Pra nëse ty të kap një sytë për shejtanit, kërko mbrojtje Allahu xhalla wala. Kurse ajet ka përmend ajetin tjetër, idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a. Pra atë të keqen ktheje me të mirë. Edhe ka përmend to ajetet. Këtë ka thënë Imam Kethiri për punën A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kurse gjithashtu kjo ka lidhje pra me tauhidin, sepse kërkimi i mbrojtjes për Allahut është adhurim. Është adhurim. Thot Sheikh Sali Ali Sheikh, pra tek komenti Fatihas, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra ai i cili ne i kërkojmë mbrojtje është Allahu xhallahu ala, një i vetëm. Pra vetëm atij ne i kërkojmë mbrojtje, sepse kërkimi i mbrojtjes është një adhurim prej adhurimeve. Është një adhurim që ka lidhje me zemrën. Këtë adhurim ne nuk ja drejtojmë vetë Allahu xhallahu ala. Nuk lejohet që ne këtë adhurim t'ja drejtojmë dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Ai që i kërkon mbrojtje dikujt tjetër përveç Allahut, ai ka bërë shirk, sepse Allahu është ai që të mbron ty nga e keqja, ai është që ta sjell ty të mirën dhe ta pegon të keqen. Ka përmend ajetet, ka thënë Allahu xhallahu ala, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nëse Allahu xhallahu ala të prek me një diçka të dëmshme, me diçka të keqe, nuk ta largon askush përveç tij. Këtë të keqe nuk ta largon askush përveç Allahut xhallahu ala. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Nëse Allahu xhallahu ala të prek me diçka të mirë, pra të vjen diçka e mirë për Allahu xhallahu ala, ai për gjithçka është i gjithë fuqishëm. Gjithashtu ka përmend ajetin tjetër, wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. Fillimi i 2 ajeteve është njësoj si ajeti surës An'am, si ajeti surës Yunus. Pra nëse Allahu xhallahu ala të prek me diçka të dëmshme, me diçka pra të keqe, nuk ta largon këtë gjë askush përveç Allahu xhallahu ala. Pra, mos ju lut as pejgamberëve, as me lajkëve, as vdekurve, as teqeve, as tyrbëve, as ata që i quajnë shentor, jo. Po të erdhi një e keqe, nuk ta largon këtë të keqe vetë Allahu xhallahu ala. Prandaj, kërkoj mbrojtje atij, kërkon ndihmë prej tij, mbështetju atij, gjithë adhurimet drejtoja vetëm Allahut, as kujt tjetër, sepse po i drejtove një adhurim për adhurimeve dikujt tjetër veç Allahut, ke bë shirk. Pra, nëse Allahu xhallahu ala të prek me diçka të dëmshme, nuk ka dikush që ta largoj përveç tij, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Nëse Allahu do që të vijë mira, askush nuk ta largon mirësinë e Allahut xhallahu ala. Pastaj thot, pra ai që e largon, e ndalon sherrin nga robi është Allahu xhallahu ala. Ai që ta sjell mirësinë dhe hajrin është Allahu xhallahu ala. Dhe pra sherri më i madh që t'i ndodhi robit besimtar është sherri i shejtanit mallkuar, që është iblisi dhe ushtria e tij prej xhinëve dhe njerëzve. Qartë, sepse mirësia më e madhe e njeriu besimtar në këtë botë është që ai të jetë i qëndrueshëm në Islam. Dhe nuk mundet që personi të jetë i qëndrueshëm në Islam vetëse të jetë i mbrojtur nga sherrat që e prekin atë dhe e dëmtojnë atë, pra që vijnë prej shejtani, qoftë prej xhin, qoftë prej njerëzve. Qartë, kjo është fjala pra ta lidhë me çështën e tauhidit. Kurse Shehu Themini Allahu më shëroft, dobia e kësaj pra kërkimit mbrojtja Allahu xhallahu ala, pra para se të lexojmë Fatihan ne themi këto fjalë, thotë dobia, fajda e kësaj është që shejtani të jetë larg nga zemra e njeriu kur ai lexon librin e Allahut. Lexon librin e Allahut. Pse? Që të arrijë ai të meditojë Kur'anin, të kuptojë kuptimet e Kur'anit dhe të ketë dobi. Pra kur ti do lexosh tani si Fatihan, si suret që vinë mrapa, të meditosh, sepse Allahu xhallahu ala ka nxit. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? A nuk e meditojnë Kur'anin apo kanë kyçe drynë në zemrat e tyre? Dhe normal që shejtani do mundohet që momenti që ti je në namaz, do lexosh Fatihan apo sure tjetër mbas Fatihas, ai do mundohet që ti mos ta meditosh të Kur'an. Atë shkoj mendja gjitha ne përveç se mos jesh i përqendru namaz. Pra kush është fajda që ti po kërkon mbrojtje pra tek Allahu xhallahu ala nga shejtani mallkuar? Thot, pra që shejtani të jetë sa më larg nga zemra e njeriu, që e lexon librin e Allahut
dhe t'i arrijë atij pra meditimi i Kuranit dhe kuptimi i kuptimeve të Kuranit. Dhe të ketë dobi, pra të meditosh, ta kuptosh, nuk mjafton vetëm kaq, por se dhe të punosh, të kesh dobi në sjelljen tënde, nëse janë urdhresat ti zbatosh, nëse janë ndalesat ti largohesh. Siç ka thënë Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si e ka përshkruar Aisha radhiyallahu, gruaja e tij, pra nëna besimtarve të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka thënë kana khuluquhu al-Quran. Morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani. Pra, çdo urdhëresë zbatonte, çdo ndalesë largohesh, edhe normal sa që kemi thënë, urdhësa më e madhe që ka Kurani, që ka feja islame është tauhidi, veçimi Allahut me adhurim, dhe ndalesa më e madhe që ka Kurani, Suneti, feja islame është shirku, pra që ti drejtosh një adhurim për adhurimeve dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Pra, sepse ka dallim thot që ta lexosh Kuranin dhe zemra jote është e përqendruar, është aty prezente, dhe ka dallim që ta lexosh Kuranin dhe zemrën pra e ketë shkujdesur, e ketë shpërqendruar, varet ku shkon. Pra, nëse ti e lexon Kuranin dhe je i përqendruar, normal që do të arrish të kuptosh kuptimet e Kuranit, do kesh dobi prej Kuranit, normal që kjo gjë nuk mund të arrish këtë gjë kur e lexon duke qenë i shkujdesur, i shpërqendruar. Prandaj provo që të gjesh. Pra çfarë po thot? Provoje. Për shembull, shpesh herë ke lexu, edhe se ke pas mendjen, varet ku e ke pas mendjen. Provoj herë që të lexosh dhe ta kesh mendjen të ato kuptime. Normal do shohësh ndikim. Do jesh ndryshe nga namazi që del dhe nuk mediton prej ti, nuk mediton në të, del nga ky namaz dhe do jesh ndryshe kur ti lexon, mundohesh të kuptosh, të meditosh në ato gjëra që ti lexon. Prandaj, një nga gjërat që ju ndihmon që të meditoni është të kuptoni se çfarë jeni duke thënë. Pra, siç tham tek duaja hapjes, tani është të kuptosh, pra, si a'udhu billahi minash shaitanir rajim, si bismillahir rahmanir rahim, si Fatihan ose surat pra që kanë nevojë për tefsir. Qartë? Shejtanir rajim, pra mbasi thot këtë, i tham këto tre fjalë që u përmendët, do lexojmë edhe një koment tjetër, pra min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Thot Shehu Allah më shëroft, shejtanir rajim. Pra, shejtan këtu kihet për qëllim thot shejtani i parë, pra kuptohet iblisi, që urdhrua që t'i bëj sejdë Ademit dhe ai nuk bëri sejdë, gjithashtu përfshin pasardhësit e tij. Vjen kjo fjalë nga dikush, pra shatana thot shehu, origjina e kësaj fjalë është diku që është larg. Shejtani është larg nga mëshira e Allahut. Pra thot që origjinën kjo fjalë ka nga të qenit larg, pra sepse ai është larg nga mëshira e Allahut xhallahu ala, sa Allahu e ka bolanet, pra e ka larguar prej mëshirës tij. Thot gjithashtu ka kuptimin kjo fjalë nga zemërimi, sepse është prej tabiatit tij shejtanit, zemrimi, nxitimi, nuk je i vetë përmbajtur, pra nuk është i vetë përmbajtur. Për këtë arsye, ai nuk e pranoi urdhrin e Allahut kur i dha Allahu xhallahu ala që t'i bënte sejdë Ademit. Direkt e refuzoi dhe e mohoi sejdën. Një prej ajeteve që ka thënë Allahu xhallahu ala, tha iblisi, asjudu liman khalaqta tina, ati bëj sejdë këtij që e ke kriju prej balte. Pra direkt e refuzoi. Pra, kjo fjalë shejtan po thot ka lidhje me larg, atëherë është larg nga mëshira e Allahut xhallahu ala. Edhe shifeni pak, shife çajmi duke fol dhe mu më shko mendja sikur për përgatisje mësimin. Si tani, imagjino ku i ka çu shejtani krishterët që thon për Isain alayhis salatu selam, siç e kemi përmend disa mësime më herët, që Isai alayhis salatu selam çfarë? Është i mallkuar sepse na largoi ne mallkimin. Pra imagjino ku i ka çu shejtani ata që Isain alayhis salatu selam ta konsideroi të mallkuar në librin e tyre. Ndërkohë që Allahu xhallahu ala çfarë thot për Isain alayhis salatu selam Kur'an, wa ja'alani, pra i thot, unë jam robi i Allahut të jam radh, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Ka bë Allahu të begat kudo që jam. Pra shifën Kur'an është i begat me bereqet, kurse te libri i tyre është i mallkuar. Normal libri që e kanë deformuar, kanë shtrembëruar. Po shifë jemi duke fol për shejtanin. Edhe shifë çka kanë thonë ata për Isain. I kthehemi temës, pra gjithashtu prej natyrës tij është nxitimi, zemrimi, nuk për shifë thot sa e urdhëroi Allahu që të bënte sejdë, direkt e refuzoi. Ti bënte sejdë Ademit, direkt e refuzoi. Dhe kuptimi i parë thot është më i afërt, pra që është larg nga mëshira e Allahut xhallahu ala. Kush arrajim thot vjen me dy kuptime, pra
i tregon të dyja kuptimet. Shejtani thot, pra është me këto dyja kuptime të fjalës rajim, si është pra ka marr lanetin Allahut, mallkimin Allahut xhallahu ala, pra i e ka larguar nga mëshira e tij Allahu xhallahu ala, gjithashtu pra është mërxhum, pra është goditur ose ka marr mallkimin e Allahut, pra thotë sheku këtu, rajim ka me rajim dhe mërxhum, kuptimi. Pra është ka marr mbi vete mallkimin e Allahut dhe tjetra gjithashtu u rajim ghayrahu bil maasi, i nxit, i shtyn pra të tjerët që të kundërshtojnë Allahun xhallahu ala. Pra mundohet që me çdo lloj forme që njeriu pra ta shty drejt kundërshtimit të Allahut xhallahu ala. Pra ky është kuptimi i shejtan edhe rajim. Te këto tre fjalë gjithashtu, pra tek libri Baz shehu thot wa nafhihi e ka komentuar transmetuesi me mendjemasi, pra nën kupton mendjemasin, sikur shejtani këtë person e fryn duke i bërë cytje dhe e sheh veten shumë lart dhe i nënçmon njerëzit e tjerë. Edhe siç kemi thonë për kufizimin e mendjemasis. Ç'është mendjemasia? Refuzimi të vërtetës, nënçmimi i krijesave. Qartë? I njerëzve. Neftihi, pra po thotë që është poezia dhe qëllimi i poezisë këtu është poezia e nënçmuar, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë prej poezisë ka urtësi, siç e përmendi te libri i mesëm. Thotë, ka thënë njëri prej dietarëve Tibi, thotë nëse ky koment ka ardhur nga tekstin e hadithit, ne nuk e lëm këtë gjë. Pra hecim me hadithin. Ama nëse ka ardhur nga disa transmetime, thotë un po jap këtë lloj komenti. Nef, pra është magjia. E komenton nefthin me magjin. Edhe përmend ajetin e surës Falaq, wa min sharri naffathati fil uqad. Pra o Allah, mbro nga sherri i atyre magjistarëve që fryn nyjat. Pra magjistarët çfarë bëjnë? Allahu na rrit për sherrin e tyre. Pra marrin, bëjnë nyje, lidhin nyje dhe normal që i drejtojnë dua, adhurime xhinëve, shejtanëve, dhe duke i bë dua dikujt tjetër përveç Allahut, i drejtojnë adhurime shejtanëve, xhinëve, dhe normal që ato i ndihmojnë që t'i bëjnë magji personit. Dhe ti i kërkon mbrojtje Allahut xhallahu ala që të ruaj nga sherri i magjistarëve, që si e bëjnë magjin duke lidh nyja dhe duke i fryer ato nyja dhe duke i drejtuar adhurimet dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala, normal që shejtani i ndihmon që të bëjnë magji. Prandaj kur kanë ardhur transmetimet që kur është bë magji pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal kuptohet, s'ka ndiku fare të shpallja, Allahu e ka ruajt nga kjo anë, kur ka ardhur Xhibrili, pra që të lexonte surën Falaq dhe Nas, çka ka ardhur aty në transmetime që lexonte ajetin dhe i zgjidhte këto nyjet. Dhe normal, ata që ja bën magjin kush ishin? Jehudët. Qartë, njëri prej jehudëve i bëni magji pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe tani ç'a bëhet? Pra këto nyjet zgjidhen dhe lexohet Feleku dhe Nas. I qartë, pra këtu tani ti kërkon mbrojtje Allah xhelale që të ruaj nga sherri i magjistarëve. Normal, ka përmend magjistarët këtu dhe magjistarët janë njësoj. Qartë. Dhe pra kihet gjithashtu qëllimi thotë i vezveseve, i cytjeve. O kur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, dhe thuaj o Zot, mruaj mua nga cytjet e shejtanit, pra që mundohet personin ta cysi, ta nxisi që të kundërshtojë Allahun xhallahu ala. Edhe shehu mbas fjalës së dietarit thotë ky koment që ka ardhur nuk ka ardhur te teksti i hadithit, por se është prej disa transmetuesve. Qartë? Te kjo është për sa i përket a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim. Sami, për Allahu xhallahu ala është ai gjusi që ngjon gjithçka, al-alim është i gjithë dituri. Pastaj bismillahirrahmanirrahim, pra themi diçka për bismillahirrahmanirrahim. Pra thot Sheikh Sadi Allahu më shëroft te komenti, pra unë filloj leximin me çdo emër të Allahut xhallahu ala. Allah, kuptimi i fjalës Allah është el-ma'lu, el-ma'bud, pra Allahu xhallahu ala është ai që meriton të adhurohet, vetëm atij duhet drejtuar gjitha adhurimet. Ar-Rahman ar-Rahim, thot Sheikh Sadi Allahu më shëroft, pra janë dy emra që tregojnë se Allahu i lartësuar e ka mëshirën e gjerë dhe të madhe, që ka përfshirë gjithçka, ka përfshirë çdo gjallësë dhe e ka caktuar këtë, e ka shkruar këtë për devotshmit. Devotshmit kemi thënë ai që zbaton rrugësat largohet nga ndalesat që pasojnë pejgamberët dhe të dërguarit, dhe këta kanë atë, pra ata që pasojnë pejgamberët dhe të dërguarin kanë, si më thon, mëshirën e plot.
Kurse tjerët kanë pjesë për kësaj mëshirë, sepse sado mushrikët, mohusit ku jetojnë? Në mëshirën e Allahut, furnizohen, i jep Allahu shnet, i jep jetë, i jep fëmijë, i jep pasuri. Megjithatë çfarë? Ata e mohojnë Allahun, i bëjnë shirk Allahut xhallahu ala. Prandaj thotë, mëshirën e plot e kanë pasuesit e pejgamberëve. Kurse tjerët që s'janë pasues pejgamberit kanë pjesë prej kësaj mëshire. Qartë? Të janë fjalët e Sheh Sadit. Kurse Sheikhu Themini Allahu mëshiroft thotë, pra normal flet pak nga ana gjuhësore, është diçka që quhet elips, domethënë kur diçka ti nuk e përmend, por se e lehtë nën kuptohet, thotë kur themi bismillah, kjo elipsa që quhet nga ana gjuhësore, pra si më thon, nuk e kemi përmend diçka, duke lënë që nën kuptohet, thotë vjen mbrapa fjalës bismillah. Në këtë rast tani për shembull, kur duam me ngrën, ç'a themi? Pra bismillah dhe kuptimi është me emrin e Allahut ose me gjithë emrat e Allahut, po ha. Kurse këtu te leximi po thu bismillah, pra me emrat e Allahut xhallahu ala, po lexoj. Pra kjo është ajo pjesa që është e nënkuptuar. Pra që ka lidhje pra, te ushqimi ka lidhje me ushqimin, tek leximi këtu ka lidhje me leximin. Thot kush është dobia pra e kësaj lloj forme fjalie, është që kërkimi i bereqetit dhe marrësisë kur përmendim emrin e Allahut xhallahu ala, dhe pra te çështja e ushqimit unë nuk ha vetëse me emrin e Allahut xhallahu ala që më jep bereqet, jep marrësi dhe unë i kërkoj ndihmë Allahut xhallahu ala. Ar-Rahman, thotë Sheikhu Themini, është ai që e ka mëshirën Allahut xhallahu ala, e ka mëshirën e gjerë. Ar-Rahim, ai që mëshirën e tij mëshiron këtë doj prej robërve ti. Kurse te çështja e bismillah, që thot Sheikhu këtu pra që ta lexoj, mos ta ngri zërin me të, thot te kjo çështje që a mundet, se origjinalisht që nuk e ngri zërin me këtë. Kanë diskutuar dietarët për këtë, por se Sheikhu po thot pra që nuk ngrihet zëri me të. A ka mundësi raste thot që mund ngrihet zëri? Po thot ka mundësi që mund ngrihet ndonjëherë, tregon fjalën e disa dietarëve. Pra sepse kanë diskutuar tani kur do ta lexojmë bismillah. Si tha Sheikhu që do e lexojmë pa z. Ka dietar që thotë lexo bismillah me z. E lexon bismillah me z. Pra kjo është origjina, thotë Sheikhu, që nuk lexohet me z, lexohet pa z. Ama ka raste që mund lexohet me z? Edhe tregon një dobi, desha t'ja u lexoj këtë. Thotë diçka që nuk lexohet me z, është e ligjëruar ndonjëherë që mund ta thush me z për një dobi. Për shembull, mund ta lexojë imamin ndonjëherë që të mësoj xhamatin. Gjithashtu, dhe kjo do vi si dobi, i lejohet, sepse ne tham për shembull xhamati te çështja e tekbirëve, ç'a tham? Duhet i thot pa z. Ju këshillove për këtë gjë, mos ta ngri zërin. Çife tani, thot imami mund ndonjëherë mund ta thot me z. Gjithashtu, ata që falen pra xhamati mrapa, mund ndonjëherë ta ngrin zërin me disa fjalë të pakta. Siç ka ardhur te duat e hapjes namazit. Pra kanë aca transmetime që janë gjuhë disa sahab ta thonë atë çfarë duan e hapjes me z. Atëherë thon disa raste kjo tregon që lejohet. Pastaj tregon, pra ka përmend fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, thot lejohet që njeriu të lë diçka që është e mirë për të afruar zemrat, për të bashkuar fjalën e muslimanëve, kuptohet, gjithashtu nga frika se mos i largon njerëzit, siç ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërtimin e Qabes në themelet, pra ku kishte ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Pse? Sepse populli i tij sa kishte dal nga xhailiteti dhe kishte frikë se mos i largonte pra nga Islami, dhe e pa se dobia e bashkimit ka përparësi para dobisë të ndërtimit Qabes në themelet që kishte ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu an, kur e ka plotësuar namazin mas Uthmanit radhiyallahu an, pra sepse në Mina ai që bën haxh, atje namazet, pra në datën 8 falen, në datë 8 edhe më kur rrin Mina, namazet falen të shkurtuara. Normal kuptohet, kush janë namazet që shkurtohen? Ato namazet me 4 rekat, pra që është dreka, mbasditja dhe darka. Ylej, kindia, sepse normal sabah nuk shkurtohet, është 2 rekat, as akşami nuk shkurtohet. Qartë janë vetëm namazet me 4 rekat.
Qa ndodhi? Uthmani radiallahu an e ka plotsu namazin mina. Është fal mas Uthmanit Abdullah ibn Mesudi, një prej atyre që është fal ka qenë Abdullah ibn Mesudi radiallahu an dhe e ka bashku namazin. Tregon shehu, ka thënë ibn Mesudi radiallahu an, ku ka plotsuar namazin mas Uthmanit dhe e kritikoi, si më thonë, i foli për këtë që pse fale 4 rekat, ju than Uthmanit, i than ibn Mesudit radiallahu an, i than, po mirë, pse bërë këtë gjë se ti u fale? Tha, khilafi, përçarja është shërr, është diçka e keqe. Prandaj, kam përmend imamllarët si Imam Ahmedi, e tjerët për çështjen e bismillas, për çështjen e vitrit, e tjera me radhë, që mund të lehet më e mira te diçka që është e lejuar. Pra diçka do e lëm diçka që ajo është forma më e mirë, tek diçka e lejuar, pse? Që mos të përçajmë xhamatin ose që ti bëjmë atyre me dije që të njohin sunetin e kështu me radhë. Pra, mund lehet diçka për suneteve që mos ketë përçarje. Por se thon dietar gjithashtu, kjo nuk do të thotë që ti lesh ashtu. Jo, avash fillon ja mëson sunetin që dha ata të mësohen me sunetin. Pra, tu shifni që ka ca gjëra për të larguar një dëm më të madh, bëhen disa gjëra. Dhe përmendën 2 raste Sheikhul Islam këtu dhe ka përmendur Sheikh Albani. Një çështje e ndërtimit të Qabës, pra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra sikur mos ishte populli sa kanë dalë nga xhailiteti, unë do ta prisha Qabën, do t'i bësh asaj 2 dyert, një dyert që hyn njerëzit, një derë që dalin. Pra, dhe do ta kisha ndërtuar në themelet që ka ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wasalam, pra më e madhe se ç'është sot aktualisht. Ama ku ishte problemi? Dëmi se këta sa kishin hyrë në Islam. Kjo mund t'i largonte ata nga Islami. Pra prishja e Qabës, ndërtimi siç kanë qenë themelet e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, mund t'i largonte ata. E dyta, thotë çife namazet mina falen të shkurtuara. Ndërkohë thot Ibn Mesudi radiallahu anhu ka kritikuar këtë gjë, ama kur ka ardhur çështja është fal mas Uthmanit dhe ka fal 4 rekat. Kur i kanë thënë pse bëre këtë gjë, pra ti e kritikon këtë gjë, pse u falë me 4 rekat? U falë mbas Uthmanit që e plotsoi, ka thënë khilafi, përçarja është diçka e keqe, është sharr. Këtë ja u lexova për dobi, pra që ta keni parasysh, për shumë përgjigje ndoshta që mund t'i japin dietarët për çështje ndryshme, ta kuptoni shkakun. Qartë? Kjo ishte për sa i përket a'udhu billahi semil alim shejtanir rajim hamzi wa nafthi dhe bismillahirrahmanirrahim. Pastaj thot, pra shehu Allah më shëroft, pra leximi i Fatihas. Më pas lexon surën Fatiha, pra të plot, dhe bismillaja është prej Fatihas. Pra dhe ju të lexoj se shehu këtu ka ndryshuar qëndrim, nuk e ka pas këtë. Pra ka thënë që më përpara ka pas mendimin që bismillaja nuk është prej Fatihas. Këtu thot që është prej saj, thot është shtyll, nuk është i sakt namazi vetëse me Fatihan, është obligim për ata që janë të huaj, jo arab, ta mësojnë Fatihan, dhe nëse dikush nuk ka mundësi, pra çdo kush prej të huajve e ka detyrë, pra se normal arabisha nuk është gjuha të huajve, ama Fatihan e kanë detyrë për me mësu. Nëse dikush thot nuk ka mundësi, atë i mjafton atij që të thot subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pa nëse nuk arrin ta mësoj Fatihan, atëherë të thot këto fjalë: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Thot, dhe suneti te leximi Fatihas është që ta ndërpresi, ta ndaj ajet. Pra thot një ajet, ndalon. Thot një ajet, ndalon. Dhe qëndroj te çdo ajet. Pra thot bismillahirrahmanirrahim, qëndroj. Më pas thot alhamdulillahi rabbil alamin, qëndroj. Më pas thot arrahmanirrahim, qëndroj. Më pas thot maliki yawmiddin, qëndroj. Dhe kështu me radhë. Thot kështu ka qenë leximi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjitha rastet, qëndronte te fundi çdo ajetit dhe nuk e lidhte me ajetin që vjen më mbrapa, edhe nëse ajeti ka lidhje kuptimi. Pra, leximi thotë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithmonë që lexon ajetin qëndron. Pra çdo ajet qëndron. Megjithse mund të ketë për shembull ajeti që vjen mbrapa ka lidhje me ajetin që u lexu, megjithëse thotë shehu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte në fundin e çdo ajeti. Pastaj ka thonë një prej leximeve të Fatihas, do ta lexojmë si dobi, lejohet thotë lexohet Maliki Yawmiddin dhe Meliki Yawmiddin. Pra lejohet si më thon Maliki Yawmiddin dhe Meliki Yawmiddin. Pastaj ka kaluar te çështja e Fatihas për sa i përket xhamat. Njëtën gjë pra ka thonë te libri i mesëm,
Pra, ele më pas do të lexonte Fatihan, e ndërpriste ajet, qëndronte te fundi i çdo ajeti. Pra, këtë që tham, është e qartë, mos e përsërisim më, si më thon. Ka përmend tu dobin, do me thonë që çfarë që të ndalosh te çdo ajet, kështu kanë bërë disa prej atyre që lexonin Kur'anin më përpara, thotë nga ky sunet janë larguar shumë prej atyre që lexojnë Kur'anin këtë kohë, e jo më të tjerët, pra ata lexuesit që njihen për leximin e Kur'anit. Pastaj thotë, pra qenit Fatihaja shtyll dhe vlera e saj, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngrinte shumë lart çështjen e kësaj sure, thonte nuk ka namaz për atë që nuk lexon Fatihan. Thot, gjithashtu ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kush fal një namaz nuk lexon në të Fatihan, ajo është e mangët, nuk është e plot, e ka përmend këtë gjë 3 herë. Pastaj, pra, ka thënë qala Allahu te baraka ve taala, ka thënë Allahu, pra te baraka ve taala e kam ndar, pra namazin, të dietar namazin këtu është Fatihaja. Pra, është Fatihaja mes meje dhe mes robit tim në 2 pjesë. Një gjysma e saj është për mua dhe gjysma e saj është për robin tim, thot Allahu kështu xhallahu ala. Dhe robit tim i takon ajo që ai kërkon. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, lexoni. Robi thot alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu i lartësuar thot, më ka lavdëruar, më ka falendëruar robi im. Robi thot arrahman arrahim, Allahu thot, pra më ka bërë lavdërim të përsëritur robi im. Kur robi thot maliki yawmiddin, Allahu i lartësuar thot, ka madhëruar robi im. Kur robi thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pra Allahu xhallahu ala thot, kjo është mes meje dhe mes robit tim i takon ajo që kërkon dhe lutet për të. Thot robi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Thot këto janë për robin tim dhe për robit tim i takon ajo që ai ka kërkuar. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka zbritur Allahu as Teurat, as Injil, si pra Ummul Kur'an, pra ajo baza Kur'anit që është Fatihaja. Kjo Fatihaja janë seb'ul mathani, janë 7 ajetet që përsëritet, dhe kjo seb'ul mathani është përmend te ajeti i surës Hijra, ajeti 87, Allahu xhallahu ala i thot, pra thot në Kur'an, wa laqad atainaka, pasha Allahun me siguri ty, kemi dhënë ty o Muhammed, sab'an min al-mathani, pra 7 ajete që përsëriten. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Pra, nuk ka zbritur Allahu as Teurat, as Injil, si Fatihaja. Pra e ka qytë Ummul Kur'an, baza Kur'anit. Ajo e thot, pra është sebul mathani, që është përmend te ky ajet, 7 ajete që përsëriten. Pra shifë si thot tu komenti, kjo janë to 7 ajete, pra ato përsëriten çdo rekat. Kur'anul Azim e tregon, pra qartë, ajetet që përsëriten. Thot, dhe Kur'ani madhështor që mu më zhdon. Gjithashtu e ka urdhëruar atë që nuk falej mirë, që ta lexonte Fatihan namazin e tij, dhe i ka thënë atij që nuk kishte mundësi ta memorizonte Fatihan, thuaj subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Gjithashtu i ka thënë atij që nuk falej mirë, i ka thënë, nëse ke diçka prej Kuranit lexo me të, dhe nëse jo, atëherë thuaj alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pra këto fjalë që u përmendën këtu. Qartë? Kjo është përsa i përket pra dobis se çka ka ardhur për rëndësinë e Fatihas. Pra te ky hadith ku Allahu xhallahu ala thot, pra e kam ndar Fatihan në 2 pjesë, pra thon dietarët këtu, kanë thënë dietarët përsa i përket ndarjes nga ana kuptimore, pse? Sepse pjesa e parë ka lavdërim, falënderim, madhërim, pra falënderim, lavdërim të përsëritur, dhe pjesa e dytë ka lutje, mbështetje, përgjerim, pra që i drejtohet Allahut xhalla wala. Normal, pra përsa i përket kuptimit Fatihas, kam menduar që mos më fol këtu gjatë, kushdo që të marrim mësim rreth Fatihas, janë një 2 ligjërata pra në YouTube, pra ku është fol komenti i librit Ubudie Sheikhul Islam, te komenti i librit Ubudie Sheikhul Islam kanë fol për Fatihan, për kuptimin e Fatihas. Por se këtu po ndalem në 2 gjonat, për sa ka lidhje me Fatihan. Kush do më shumë, kthehet te këto mësime, komenti i librit Ubudie.
Pra i ka në YouTube. Këtu po ju them dy gjëra. Pra te Fatihaja. E para, ajo që ka lidhje me atë që quhen shtyllat e adhurimit. Ka lidhje me shtyllat e adhurimit. Dhe e dyta, ka lidhje me fundin e surës Fatiha, ku Allahu i ka ndarë njerëzin tre grupe njerëzish. Për sa i përket shtyllave të adhurimit, kemi thonë që shtyllat e adhurimit janë 3. Dashuria, frika, shpresa. Dashuria, frika, shpresa. Tek çështja normale këto ka ajete, ka hadithe shumë për këto, por se nga merren këto 3 shtylla adhurimit të surës Fatiha, ka thënë dietarët tek ajeti Alhamdulillahi Rabbil Alamin merret çështja e dashurisë. Te çështja ose te ajeti Ar-Rahman Ar-Rahim merret çështja e shpresës. Te Maliki Yawmiddin merret çështja e frikës. Si? Tek e para, pra kur ti thua gjitha falënderimet, lavdërimet, siç përmendur për fjalën hamd, që ta cilësosh Allahun me cilësitë e plota, absolute, me dashuri dhe me madhërim, përmendëm mësimin që kaloi. Pra, kur ti e falënderon, e lavdëron Allahun xhallahu ala, që meriton të adhurohet, që është Zoti i botrave. Pra falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Çfarë përfshin kjo? Që çdo mirësi ti e ke prej Allahut. Dhe ne e përmendëm këtë gjë. Allahu xhallahu ala thotë në Kur'an: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Pra Allahu Zoti i botrave, ai që e ka kriju këtë univers, ai që e furnizon këtë univers. Pra gjithë risku për kujt i vije krijesave, për Allahu xhallahu ala. Risku, shëndeti, e gjitha me radhë. Atëherë, pra, kur Allahu xhallahu ala është ai krijuesi, furnizuesi, siç e përmend ajetin, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah", nuk keni ndonjë mirësi vetëse prej Allahu xhallahu ala. Gjithashtu thot në 2 ajete, "Wa in ta'uddu ni'matallahi", pra nëse ju mundoheni ti numroni mirësitë e Allahu xhallahu ala, nuk keni mundësi me i numru, jo më me i falëndëru. Pra kur robi mendon dhe thon dietar gjithashtu këtu që është përmend si hadith, por nuk është i saktë, që natyrën e çdo njeriu është që e do atë që i bën mirë. Çdo njeri e ka natyrën e tij që atë që i bën mirë e do. Pra shifeni gjithë secili nga ju ta provoj. Dikush që gjithmonë ndihmon, dikush për krah. Ti e gjen veten tënde çfarë që ta dush atë njeri. Mirë thon, po ai i cili gjitha mirësitë janë prej tij, që është Allahu Zoti i botrave, që dhe nëse të ka ardhur një mirësi nga krijesat, thjesht ata janë sebeb. Janë thjesht sebeb. Ai që ja ka çfarë? Ja ka nështruar zemrën atij personi. Ai që ja ka lëviz zemrën atij personi që të vit ndihmoj ty, gjinde ty etj. Kush është? Është Allahu xhallahu ala. Atëherë, kur ti e kupton që çdo mirësi e ke prej Allahut, zemra jota, çfarë? E do Allah. Sepse gjitha mirësitë janë prej tij. Tu është çështja e dashurisë. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pra i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi, ai që ka mëshirën e gjerë dhe mëshira çfarë ka përfshirë gjithçka. Pra siç kanë ardhur hadithet që Allah xhallahu ala ka krijuar 100 mëshira, thotë një ka zbrit të tokë dhe 99 i ka ruajtur për ditën e gjykimit. Nga mëshira thotë që ka zbrit në tokë është dhe çfarë? Që kafsha nuk e shkel të voglin e saj. Pra shifeni çdo kafshë si e rund të voglin e saj, macën, qenin, e merrni kafshët me radhë. E rund voglin dhe nuk e shkel. Kjo është për mëshirës që Allahu xhallahu ala ka zbrit në tokë. Madje një ditë për ditëve, pra ka rastis se një grua po kërkonte të voglin e saj dhe s'po e gjente, dhe momenti që e gjen, ajo normal që e përqafon e përmalluar, imagjino si bën nona me fëmijën e saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyet sahabët duke i thënë: "A e hedh kjo non fëmijën e saj në zjarr?" Jo, i thonë dërguar Allah. Atëherë thot, Allahu xhallahu ala është më i mëshirshëm me robët e tij se sa është kjo nën me fëmijën e saj. Normal, kur robi mediton për këtë gjë, edhe hadithe të tjera që kanë ardhur, ajete që kanë ardhur, atëherë çfarë? Shpreson të mëshirë Allahu. Shpreson që Allahu ta fusi mëshirën e vet. U bën dashuria dhe shpresa. Maliki Yawmiddin, sunduesi ditën
Yawmuddin kush është? Ditën e gjykimit, ditën me thënë shqip, ditën e hesapit, ditën ku ti do japësh hesap, do japësh llogari. Pra do dalësh, do vi ditë që ti do japësh llogari para Allahut xhallahu ala. Dhe mendo, për shkakun ndoshta ajete që shumica për ju i din, mendo këto, fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush ka bëj mirë sa milingona e vogël apo sa grimca e vogël ka me i gjet, dhe kush ka bëj të keqe sa milingona e vogël apo sa grimca e vogël ka me i gjet. Kur e mendon ti këtë gjë, pra do kesh peshore, do jepe librat, dikush do e marrë nga djathta, dikush nga e majta, do kalosh orën e siratit, e tjera me radhë. Kjo normal në zemrën e robit çfarë shkakton? Frikë. Atëherë, te ajeti i parë morëm çështjen e dashurisë, te ajeti i dytë çështjen e shpresës, te ajeti i tretë çështjen e frikës. Atëherë, thon dietarët, kur themi iyyaka na'bud, vetëm ty ta adhurojmë me çfarë? Me dashuri, me frikë, me shpresë. To treja që quhen shtyllat e adhurimit. Te pjesa tjetër, pra ajo që ka ngel prej ajeteve, thon dietarët që ka ndalë Allahu xhallahu ala njerëzën në tre grupe. Pra, dikush që Allahu ka dhënë mirësi, dhe ne lutim Allahun të kemi na bëj prej atyre. Dikush, pra një grup njerëzish që Allahu është zemruar me ta, dhe një grup njerëzish që janë të humbur. Normal, thon dietarët, diçka, pra ajete të tilla, dua e të tilla, që ti, siç tham, duhet ta lexosh Fatihën çdo rekat. Pra do i lutesh Allahu xhallahu ala, do ta lexosh të surën çdo rekat. Normal që është diçka që ka lidhje me ty direkt, dhe ti e ke nevojshme direkt. Dhe nuk mund të jetë thjesht për diçka që ka kalu dhe s'ka lidhje me ty. Prandaj, kush janë ata që Allahu xhallahu ala pra nuzon rrugën e atyre, rrugën e drejtë, rrugën e atyre që ti u ke dhënë mirësi. Kush janë ata? Janë ata persona që e dinë të vërtetën, e mësojnë të vërtetën, e mësojnë dijen e dobishme dhe punojnë me të. Pra kanë dije, kanë dhe vepër. Nuk mjafton vetëm dija, nuk mjafton vetëm vepra. Pra një nga ato duat që përmendin dietarët, e ka përmendur Imam Ibn Kathir rahimahullah në tefsirin e tij, thon i lutan Allahu xhallahu ala, Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'a, wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinaba, wa la taj'alhu multabisan alayya fa adil. Pra, o Allah, mundso që ta shoh të vërtetën si të vërtetë dhe ta pasoj atë. Më furnizo pasimin e saj. Dhe më jep mundësi që ta shoh të kotën si të kotë, dhe më furnizo çfarë? Jep mundësi që të largohem prej saj. Dhe mos ma bëj Allah që të më përzihen dhe unë do si pasojë unë do humb. Çfarë vini re këtu? Pra, kemi dy gjëra, si lidhet me të vërtetën, si lidhje me të kotën. Pra, tek e vërteta ti nuk mjafton vetëm që ta shohësh të vërtetën si të vërtetë. Pa që kjo është dija. Pra kuptove që kjo është e vërtetë. Kjo është dija. Mjafton vetëm kaq? Pra ti e di ku është e vërteta. Jo, i kërkon Allahu xhallahu ala që të bëj pasues saj. Që të bëj pasues kësaj të vërtetë. Sepse jo çdo kush që e di të vërtetën e pason. Si na thot Allahu ne për jehudët? Çfarë thot? Ata e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam siç njohin bijtë e tyre. E pasun? Se pasun, vetëm një pakicë e pak. E sidomos te jehudët, thon dietarët historikisht, po të shohësh historinë islame, do ta gjesh te krishterët, nasarat kanë pranuar Islamin më shumë se jehudët. Numri i jehudëve gjithmonë pranimin e Islamit është shumë i pakët. Në krahasim raport me krishterët. Pra Allahu xhallahu ala thotë që ata e njohin siç njohin bijtë e tyre, ama se pa nuk e pason. Prandaj nuk mjafton që ti ta njohësh të vërtetën, duhet edhe ta pasosh atë. Qartë? Merret e kota, e kundërt të vërtetës është e kota. Nuk ti i lutesh Allahu xhallahu ala vetëm që ta njohësh të kotën si të kotë, jo.
sepse mund të e njeh që kjo është e kot, por se e vepron atë, e pason atë të kot. I lutesh Allahut që ta njohësh të kotën si të kot dhe të largohesh prej saj. Dhe mos të përzihen gjonat që të humbësh. Qartë? Prandaj, grupi që grupi që është rrugën e drejtë janë ata që e dinë vërtetën dhe e pasojnë atë. Mirë, kush janë ata të cilët Allahu është zemëruar me ta? Dhe kush janë të humbur? Ka ardhur transmetimi sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë janë jehudët dhe nasarat, janë xifutët dhe krishterët. Pra, maghdub alehim janë jehudët, ata që Allahu është zemëruar me ta janë jehudët, dhe dallin të humbur janë nasarat, krishterët. Pra ne unë nisa duke ju thonë, a mendoni ju, pra diçka që Allahu ta ka obliguar çdo ditë me këtë rëndësi kaq të madhe, me disa hadithe që ju dhe mos ketë lidhje me ty? Pa të ketë lidhje çfarë? Me jehudët dhe me nasarat? Jo, patjetër kush është që ka lidhje me ne? Thon dietarët. Maghdub alehim, ata që Allahu xhelalu është zemëruar me ta, janë ata që e di, janë jehudët dhe çdo kush që e di të vërtetën, por se nuk e pason. E di të vërtetën, por se nuk e pason. Dalin kush janë? Janë nasarat dhe çdo kush që adhuron Allahun pa dije. Pra, grupi i shpëtuar janë ata që dinë dhe punojnë. Ata që zemëruar me Allahu xhelalu, që zemëruar Allahu me ta, dinë dhe nuk punojnë. Ata që janë të humbur punojnë pa dije. Kjo është ajo që ka mundësi unë më një thonë rreth Fatihas, kush do më shumë thash e u përmenda mësimet ku mund kthehet, qartë. Përsa i përket që ju thash që shehu është kthy nga kjo, dhe këtë po ja lexoj për dobi që të shohësh atë fjalë që shehu e përmend shpesh, pra që dia nuk pranon ngurtësi. Tek libri bazë ka thënë këtu që kjo fjalë që bismillaja është ajeti i veçantë dhe nuk është prej Fatihas, është fjala që duhet që muslimani të ecë sipas saj. Ky që është marrë me librin thotë shehu Allah më shëroft te libri te përmbledhja ka përmend se është prej Fatihas, por se nuk e thot me z. Pra këtu çka kuptojmë ne që shehu e ka ndryshuar qëndrimin dhe mendimin. Pra ku kemi xhamat, ç'a do bëj pra mbas imamit, do ta lexoj Fatihan apo jo? Thot, është obligim, edhe këtu është i qëndrimi i shehut. Pra ka qëndrim këtu te ky libri i mesëm, ka qëndrim tjetër te ky libër. Thot, është obligim që ai që është pas imamit ta lexoj pra namazet pa z. Kush janë namazet pa z? Ne po i përmendim, po për ju janë qarta. Namazet pa z janë dreka dhe ikindia, pasditja. Këto janë namazet pa z. Namazet me z janë sabah, akşami, yatsia. Qartë? Pra që kuptoni për çfarë po flasim, ai që se ka vjeni. Pra, është obligim që namazet pa z, personi që falen mbas imamit thotë ta lexoj. Gjithashtu dhe namazet me z. Kur nuk ngjon leximin e imamit, ose ai imami hesht mbas përfundimin nga Fatihaja, pra qëndron pak, hajsa ka mundësi ai që është pas imamit që ta lexojë atë. Megjithse ne e shohim, pra mendimi jonë është, thotë Sheikh Albani, që kjo lloj heshtje që ky imam të heshti mas Fatihash nuk është diçka që ka ardhur sipas sunetit. Pra këtu shehu ka mendim për sa i përket namazeve pa z, ti do ta lexosh Fatihan mbas imamit. Namazet me z thotë këtu që e lexon kur nuk ngjon leximin e imamit ose imami hesht. Kur thotë mbas Fatihas jep ty mundësinë me lexu Fatihan. Megjithse thotë kjo gjë nuk ka ardhur prej sunetit. Pastaj pra flet për leximin pas Fatihas. Pse ju thash që çështja e qëndrimit, sepse te libri i mesëm që ju thash këtu thotë që është anulluar leximin pas imamit namazet me z. Pra, shehu këtu ka mendimin që namazet, rasti namazeve me z, leximi Fatihas kur e bën imami mjafton për xhamat. Qartë, pra këtë mendim ka këtu, është anullu leximi. Kurse dietarët e tjerë dhe unë nga ta hanoj, pra që thotë ti do lexosh vetëm surën Fatiha. Vetëm Fatihan, sepse kanë ardhur hadithe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë mos e bëni vetëm se me Fatihan. Ose Sheikh Rabia për shembull përmend fjalën e Abu Hurairës radhiyallahu anhu që i ka thënë dikujt, o farisi, o persian, lexoje, po lexojen veten tënde Fatihan.
Pra unë anoj nga ky mendim, pra që personi e lexon Fatihan si namazet me zë, si namazet pa zë. Namazet pa zë është e qartë. Ama namazet me zë, shehu çfarë po thotë tu që është anullu kjo gjë. Ti do mjaftohesh vetëm me leximin e imamit, nuk e lexon Fatihan. Ama te libri i shkurtum këtu po thotë që gjithashtu e lexon dhe namazet me zë, thotë kur nuk ngjon, thotë leximin e imamit, ose të jep mundësi imamit pra hesh që ti ta lexosh. Ta dietarë që thonë lexoje, Shebi Mbazi për shkakun, thotë nëse ke mundësi mund ta lexosh para Fatihas. Fatihas imamit. Pra morimi shembull, ai mund të rish shumë te duaja hapjes, vonohet. Ti ke mundësi me lexu Fatihan e lexon. Kur mund ta lexosh. Leximi tjetër, ndoshta e lexon mbasi ka marru imami Fatihan. Ose nëse ai lexon për shembull sipas sunetit, lexon një ajet ndalon, lexon një ajet ndalon, e lexon edhe ti. Ai lexon një ajet ndalon, e lexon edhe ti. Pra këto janë tre mënyra ku ti mund lexosh Fatihan. Qartë? Se edhe kjo çështje që pyesin njerëzit shumë, ndini pra Sheikh Albani Allahu më shëroft ka pas pra ka përmend te kjo te libri mesëm këtë dhe thot si dobi tek që më treguam, po ja u lexoj këtë që më ju tregu që shehu Allahu më shëroft që drimet që ka, nuk ka diçka që është veçu shehu. Ka pasu dietarët para tij. Për shembull thot për këtë mendim që ka këtu, te kjo te ligjërimi që ta lexosh Fatihan pas imamit, namazet pa zë, jo namazet me zë, thot është medhebi Imam Shafiut i hershëm, thot Muhamedi i nxënësi Ebu Hanifës një transmetim, e ka zgjedh thot filan dietar Ali el-Qari, thot disa nga dietarët e medhebit Hanefi, thot është fjala Imam Zuhrit, Malik ibn Mubarak, Ahmed ibn Hanbal dhe një grupi prej dietarëve të hadithit, dhe është zgjedhja e Sheikhul Islam ibn Taymi. Pra shifaj këtë mendim që ka shehu. Kurse unë thash që pra ajo që unë anoj janë këto dietarë të tjerë si Shebi Mbazi, Shehu Themini Allahu më shëroft, që namazet pra gjithashtu e lexon Fatihan dhe namazet me zë. Pastaj, pra është çështja e sepse shehu këtu te libri i shkurtuar i përmbledhur ka përmend pra suret mbrapa Fatihas, por se gjithashtu është çështja e aminit, Para kësaj thot për sa i përket namazit pa zë, i ka miratuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të lexojnë në të. Thot Xhabi radhiyallahu an, lexonim në le dhe në kindi pas imamit 2 rekatet e para, Fatihan dhe një sure, kurse në 2 rekatet e fundit lexonim vetëm Fatihan. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, besimtar ai që po falet, pra bisedon me Zotin e tij. Pra bisedë e fshehtë. Thot, shohi gjithsecili se si e kryen këtë gjë dhe mos e ngrini zërin, pra njëri karshi tjetrit duke lexuar Kur'an. Edhe kjo është e rëndësishme, siç tham që mos me e shqetësu tjetrit. E njëjta gjë vlen edhe çfarë? Dikush për shembull është duke u fal, dikush është duke lexuar Kur'an në xhami. Mos ta ngris zërin që të shqetësoj atë që është duke u fal. Ti keni parasysh këto gjëra. Gjithashtu thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që kush lexon një gërm prej librit të Allahut, thot ka një të mirë dhe e mira është me 10 fish. Pra, nuk ju them elif lam mim është një gërm, por se elif është një gërm, pra lami është një gërm dhe mimi është një gërm. Pra për një gërm që ti lexon ke 10 shpërblim. Qartë shifeni mirësinë e leximit, pra fjalës Allahut xhalla wala. Pastaj ka thënë çështja e aminit. Para se të fillojmë çështjen e aminit, pra kur shef këto dobi për këtij dietarit madh, për këtij imami Allahu më shëroft e vëfërbanorëve të xhenetit që Albanit. Normal sidomos kur gjërat që do vinë të suret që lexohen namaze, çfarë lexohet nëpër namaze. Shef hadithet që i ka përmend mundin që i ka derdh Allahu më shëroft e është përbleft. Gjatë pra kur unë i lexoj vet, më kujtu një dobi. Dhe thash që u lexoj dhe ju. Ka përmend Hafidh Dhahabi rahimahullah te Sira Alam an-Nubala te vëllimi 13, faqja 444. Pra në biografinë e një prej dietarëve që është quajtur Al-Abbar, thot kam qenë ahwaz. Pash një burr që kishte shkurtuar apo kishte hequr mustaqet e tij, kishte bler disa libra dhe kishte filluar duke dhënë fetva. Ju përmendën atij njerëzit e hadithit, dietarët e hadithit. Dhe ai tha
që ata s'janë gjë, nuk janë ndonjë gjë dietarët e hadithit. Dhe nuk ka ndonjë vlerë. I thash, pra ky dietar kur e ngjoj këtë person, i thash, ti nuk di me u fal. Ti nuk di të falësh. Tha unë, po i thash ti. Çfarë di ti, çfarë mban mend ti nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur fillon hap namazin dhe kur ngri duart e tua? Ai heshti. I thash, çfarë di ti, çfarë ke memorizuar ti nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur bënte sejdë? Heshti. I thash, a nuk thash që ti nuk di të falësh? Mos i përmend pasuesit e hadithit, njerëzit e hadithit. Qartë, pra, kur shef këto gjëra për këtij imami, Allahu më shiroft, kujtohet kjo histori. Pra, ata që flasin kundër dietarëve të hadithit, ku njerëzit e hadithit po ti shohësh ti pyesësh se si falen s'din me u fal, ose nuk din hadithe se si të falen. Qartë, i kthehemi temës. Kjo ishte një prej dobive që alhamdulillah mbran mendje duke përgatitur mësimin. Pra, lexojmë këtë fjalën e shekut te libri i mesëm, thotë Allahu më shiroft, çështja e amin bas Fatihas dhe se imami e thot atë me z. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mbaronte nga leximi i Fatihas thoshte amin, e ngrinte zërin dhe e zgjaste atë. Thot i urdhëronte ata që faleshin pas imamit që thonin amin pas aminit imamit. Pra direkte pas aminit imamit. Do ja u tregoj si thuhet. Thot, pra kur imami thot ghayril maghdubi alehim waladdallin, thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, ju thoni amin, sepse me lajket thon amin. Dhe kur imami thot amin, një transmetim tjetër, thot kur imami thot amin, thoni dhe ju amin, sepse ai që amini ti përmputhet me aminin e me lajkeve, atëherë thot i falen gjunafet që ai ka bë. I falen gjunafet që ai ka bë. Thot, në një hadith tjetër ka thënë, thoni amin, ju përgjigjet Allahu xhalla wa ala. Gjithashtu ka ardhur hadith tjetër që thonë, nuk ju kanë hased jehudët, smir, xhelozi jehudët, thot për diçka, siç ju kanë hased për selamin dhe për fjalën amin mbas imamit. Pra, nga hasedi që i kanë jehudët muslimanët, thot i kanë hased për këto dy gjëra, për amin mbas Fatihas dhe që japin selam. Dhe që japin selam, hasedi që kanë jehudët. Thot këtu, dobi, për sa i përket fjalës amin, xhamatit pas imamit, është me z, bashkangjitet me aminin e imamit, mos ta thon para, pra mos thush amin pa thon imami amin. Pra, do ja u lexoj fjalën e shehut që sa të presësh pak sa të filloj, pra të filloj imami me amin, fillon dhe ti. Pra jo ta thush para ti. Sa të filloj ai, fillon dhe ti. Dhe kjo inshallah është ajo pra që thot shehu që të futesh te ky hadith, që nëse amini yt përputhet me aminin e me lajkëve, të falen gjunafet që ke bë. Pra, mos ta parakalosh imamin siç bëjnë shumica atyre që falen pas imamit. Thot, kjo është ajo që unë anoj së fundmi, siç e kam përmend thot në këto libra. Qartë? Pra te çështja ku është diskutimi që thot shehu që unë anoj së fundmi, edhe ju shihni domethënë edhe herë tjera, dhe mësime tjera. Kemi përmend për Imam Ahmedin, Allahu më shiroft. Kemi përmend për Imam Shafiun. Për shembull, Imam Shafiu ka medhebin e ershëm dhe medhebin e ri. Kur ka shku në Egjipt, ka ndryshuar qëndrime. Pse? Se ka mësuar, ka transmetim, ka ardhur hadithe që kanë bërë atë që ndryshoi qëndrim. Por Imam Ahmedi rahimahullah ka për shembull për një çështje disa qëndrime. Pse? Nga vjen kjo? Për shkak transmetimet që kanë ardhur nga pejgamberi apo nga sahabët. Kjo tregon që ata rrotulloheshin me të vërtetën ku është e vërteta, qëllimi i tyre është gjithmonë pra hecja mas të vërtetës. Prandaj u kam përsërita pra më parë që dija thoshte Sheikh Alban nuk duhet të jesh i ngurt, nëse të vjen e vërteta të pranosh. Jo siç janë mësuar ca njerëz Allahu na ruaj që bëhet e qartë që janë të kotën, i bëhet qartë që e gabim dhe i sestojnë. Siç tham te mësimet e para, dhi edhe nëse fluturon. Pra i vazhdoni siston tek e kota. T'u lexoj disa dobi këtu dhe disa nga vendet që shehu ka përmend çështjen e aminit, pra te ky hadith ku ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot thoni amin yujibkumullah, pra këtu do thot ju përgjigjet duas tuaj
Thot, kjo është një nxitje shumë e madhe të thuash, është nxitje shumë e madhe që thuash amin, prandaj thot, kjo është pra e përforcon që ne të kujdesemi për amin. Këtë e ka thënë thot Nevaviu, Allahu e mëshiroft. Tjetra, prap të ky hadith që nuk ju kanë haset ju jehudët si që kanë haset për selamin dhe fjalën amin bas imamit. Pse? Thot shegu këtu, po ju lexoj nga libri bazë. Thot sepse e din vlerën, e din dhe bereqetin e këtyre dy gjërave. Thot prandaj, ju ka hije ju që ti shumoni këtë gjëra, si selamin, si amin. Qëndrimi shekut tu thot, pra fillimisht dëgjove çka ka thonë, ose ngjojeni çka ka thonë, thot më afër të vërtetës në këtë çështje është ajo që është medhebi Shafiut, që thot amin me zë imami dhe jo xhamati. Këtë ka pas shehu fillimisht si qëndrim. Më pas thot, pastaj kam pa Bukharin, pra Imam Bukharin Allah më mëshiroft, pra tregon te etheri që ka ardhur nga Ibn Zuberi, tregon pra që a ishte Ibn Zuberi që thonte amin, thot po. Pra dhe bënte amin ata që ishin pas ti. Pra bënte amin imami, bënte dhe amin xhamati, derisa dridheshe xhamia me fjalën amin. Pra imagjino ça, pra e kanë ngrit zërin, e kanë ngrit zërin me amin dhe e kanë zjat aminin. Thot gjithë pra ka ardhur ky etheri nga Ibn Zuberi, gjithashtu thot ka ardhur nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Pra që ai e bënte këtë gjë. Ebu Huraira radhiyallahu anhu çfarë thonte? Amin e zgjaste zërin dhe thonte, nëse përputhet amini i banorëve të tokës me aminin banorëve të qiellit, i falen gjunafet. Pra me lajket, siç erdhi te hadithi. Thot, pra e ka nxjerrë e ka transmetuar këtë Bejheqiu me zinxhir të saktë. Thot, atëherë kur vjen kjo tregon pra që kjo ka ardhur nga sahabët, nuk ka ardhur diçka kundër nga sahabët për sa i përket kësaj çështje. Përderisa ka ardhur sheku, zemra është e qetë që të heci sipas kësaj, sepse unë nuk di domethënë diçka që ta kundërshtoj këtë. Kjo që ka ardhur nga këta dy sahabë. Pra, që thuhet amin ai shumë me zë sa dridheshe xhamia. Thot një vend tjetër Allahu mëshiroft, thot unë ju përsëris, duke ju tërheq vërejtjen shumicës atyre që falen, që ta kenë kujdes pra të jenë vëmendshëm ka shikti syneti. Dhe pra mos të bin që ta parakalojnë imamin me amin, por se të presim pak momentin që ngjojnë që ai filloi thot elifin, pra filloi elifin, thot atëherë ta thon. Pra sa fillon ai elifin, edhe presim moment që thot ta thon dhe ata. Dhe Allahu xhelalu ala e lutim që të na japi sukses, pasojmë vërtetën kudo qoftë, ai është ai që të përgjigjet, pra i përgjigjet duas. Amin. Thot gjithashtu, te ky ether që ne përmendëm, ka një dobi tjetër, që dhe xhamati thot amin me z. Thot, dhe kjo është ajo, domethënë që un anoj për shkak një transmetimi të saktë që ka ardhur nga Ibn Zuberi dhe nga Ebu Huraira, këtë që u përmend. Në vend tjetër ka përmend Allahu mëshiroft, pra po ju lexoj nga zinxhiri haditheve të sakta, hadithi me numër 691 thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra hadith që transmeton Aisha radhiyallahu anha, po ja u lexoj gjatë që të përfitoni çik nga konteksti i hadithit. Thot Aisha radhiyallahu anha, hyri një jehudi tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ngjoni çfarë fjali ka thënë, "Assalamu alayka ya Muhammad." Domethënë kemi fjalën selam, kemi dhe assam. Selam pra është për emrave të Allahut, shpëtimi, rujtja e Allahut etj. Ngjoni çfarë thonë jehudët, çifi, domethënë që çifti se kush janë jehudët me pejgamberët e Allahut. I thot vdekja qof mbi ty o Muhammed. Por se e tha fjalën, sigur po thoshte selam. Pra vdekja qof mbi ty o Muhammed. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mbi ty. Aisha radhiyallahu anha thot, desha thot kisha domthon, desha dëshirosha shumë flisja. Por se e di që pejgamberi sa më urren këtë gjë që unë flisja në atë moment. Thot, për këtë arsye thot heshta. Hyri dikush tjetër thot i that njëjtën gjë, vdekja qof mbi ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot edhe mbi ty. Dëshirosha që të flisja thot, po e disha që ai e urrente këtë gjë, sallallahu alaihi wasallam, thot, prandaj thot nuk fola. Hyri një i tretë dhe thot njëjtën gjë, unë nuk durova më dhe thash, edhe mbi ty qoftë. Pra vdekja, zemrimi i Allahut, mallkimi i Allahut, o vëllezërit e majmunëve dhe derrave. Pra në rresën e tretë, ngjoj çfarë thot Aisha radhiyallahu anha, thot e përshëndesni dërguarin e Allahut me diçka që ka pra s'ka ardhur prej Allahut xhallahu ala. Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që Allahu nuk e do ato fjalët e këqija, thot ata thanë një fjalë dhe unë ja ktheva. Atëherë gjoni hadithin, jehudët janë hasedxhi
Dhe ata nuk na kanë haset ne për diçka, siç na kanë haset për selamin dhe për fjalën amin. Qartë? Prandaj u lexova të gjithë hadithin. Gjithashtu kanë ardhur transmetime që nuk kanë haset siç na kanë haset për ditën e xumë, që na ka uzuar Allahu në të, dhe ata kanë humbur prej saj. Kur e kanë ato ditën e vet? Kanë ditën e shtunë. Pra Allahu na uzoi në ditën e xumë, ata kanë ditën e shtunë. Edhe për këtë gjë na kanë haset. Thot gjithashtu na kanë haset për kiblën që Allahu na ka uzuar dhe ata kanë humbur prej saj. Gjithashtu na kanë dhe për fjalën pas imamit, amin. Qartë? Thot mbrapa ka përmend hadith tjetër. Ky është hadithi 691, të gjitha hadithet e sakta. Hadithi 692 thot jehudët ju kanë haset për selamin dhe për fjalën amin. Thot shehu poshtë se për këtë po lexoj, thot dobi, fajde. Thot në këtë hadith dhe hadithin më përpara ka një orientim shumë të fortë se është synet që dhe xhamati thot haptazi, pra me z fjalën amin pas imamit, sepse ta thush aminin me z është gjëja që ndikon tek jehudët. Që kanë hasedin e madh, pra kur e ngjojnë ata aminin me z, jo kur e ti se thume, thot sepse kjo është ajo që ndikon thot tek jehudët dhe i nxit ata për hased. Pra ashtu siç japim selam haptas, dhe kjo është diçka e qartë. Qartë? Kurse këto janë fjalët e Sheh Albanit, Allah më shëroft, Shehu Themini thot, për sa i përket imamit është e qartë që ai e thot haptazi fjalën amin, e thot me z fjalën amin, sepse kjo ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur imami thot amin, thoni dhe ju amin. Pra e ka lidh aminin ton me aminin e imamit. Dhe sikur ne mos ta ngjonim, pra këtë çështë amin nuk do kishte fajde, do kishte haraj, do kishte siklet për umetin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thoshte, e ngrinte zërin me amin, derisa e zgjaste zërin e tij me fjalën amin. Gjithashtu thot dhe xhamati e thot me z fjalën amin, siç ishin sahabët që e thonin këtë gjë mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gahaq sa tronditej xhamia. Ky është syneti sakt, pra ka ardhur, por se ai që falet, tani po flet për atë që falet pra imami, xhamati, që falet mbas imamit. Po ai që falet veçmas, thot kurse ai që falet veçmas, nëse po lexon me z, atëherë dhe aminin e thot me z. Nëse po lexon pa z, dhe aminin e thot pa z. Thot, siç ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazet ku ishin pa z, si dreka dhe ikindia, nuk e thonte me z fjalën amin. Qartë? Kurse ai që falet veçmas gjatë namazit natës, thot, ndonjëherë e sheh që është më i përqendruar, pra është më i përqendruar namazin e tij, që të largoj gjumin e tij, pra dhe e thot me z, lexon me z gjatë, atëherë njëjtën gjë e bën dhe edhe aminin e bën me z. Thot ndonjëherë, sepse do vi inshallah, do lexojmë hadithe se si falet namazi natës. Prandaj herë mund ta falësh me z, ndonjëherë pa z. Gjithashtu ka lidhje me njerëzit që tregojnë, sepse ata njerëz që ti ku je aty mund të jenë në gjumë. Edhe ti i bi që ti zgjosh, atë jam do flasim për këtë çështje, por se po ja u lexoj me që ka lidhje me aminin. Pra thot, nëse ti gjatë namazit natës lexon me z, atëherë dhe aminin e lexo me z. Nëse nuk lexon me z, se e shef që kjo është më e mirë, domethënë e shef që ti përqendrohesh më shumë, largohesh nga syfajësia ose ke një lloj pengese, për shembull ata që ke rreth vetes ti janë gjumë etj me radh, atëherë ti lexon gjatë namazit natës apo vitin që ti do me fal, e lexon pa z, dhe si pasojë edhe aminin e thu pa z. Çfarë do thot amin? Thot shehu, Allahumma stajib, o Allah, mu përgjigj, pra mu përgjigj duas time, përgjigj lutjes time. Pra kështu do thot, çfarë do thot amin? O Allah, mu përgjigj. Ka thënë dietarët këtu tani, edhe këtë po ja u lexoj si dobi, që nëse ti e bën me shedde e dy fishon të mëja, pra thu amin, nuk thu amin, por se thu amin, thot nëse ti e dy fishon e bën me shedde, pra mimin, prishet namazi. Shifë çka kanë thonë? Prishet namazi, ka thonë dietar. Pse? Sepse ndryshon kuptimi. Sepse amin, çka kuptimi ka? O Allah mu përgjigj. Po the amin, dikush që ka një qëllim, të shkoj diku. Ju prish kuptimi. The diçka tjetër, nuk ka lidhje me këtë. Prandaj kanë thonë që ti po e bëre këtë gjë, pra të prishet namazi, prandaj thotë është ndaluar ta bësh mimin me shedde sepse prishet namazi. Kuptohet, Allahu alem, ato njerëz që s'din, Allahu i uzot. Por sot ta keni parasysh që amin, jo me shedde, pra jo amin, jo.
amin. Qartë? Për këtë është këtë bie që ta keni parasysh. Dhe kur imamin si më thon mbaron ose lexon wala dalin, pra kur imami thot, pra tregon kur e thot. Imami kur mbaron wala dalin thot amin. Kështu dhe që ai që është vetëm. Mirë, po ata që janë mbrapa, xhamati. Kuptoni, po ja lexoj shehun sepse shehu Allahu më shëroft është libër fiku dhe tregon shumë detaje që ne kemi dobi. Për sa i përket xhamati thot, pra e morën vesh, imami thot amin mbas i mbaron Fatihan, kur do wala dalin. Njëjtë gjë e bën ai që falet vetëm. Po xhamati, thot tutë çështja e xhamatit, thot pra ka për dietarëve që thot amin kur imami mbaron amin. Pra mos i ta mbaroje amin komplet, atëherë ti thua amin. Ka dietarë që thon kështu. Thot edhe janë argumentuar me fjalën me atë që kuptohet për fjalën e pejgamberit kur ai thot pra amin, thoni dhe ju amin. Thot si fjala idha kabbara fakabbiru, kur ai thot Allahu akbar, thoni dhe ju Allahu akbar. Pra, kështu thon disa dietar, por se kjo është fjalë e dobët, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë diçka në hadith tjetër, kur imami thot wala dalin, ju thoni amin, pra bashkimi i haditheve. Atëherë fjala tjetër çfarë është? Pra, wala dalin, kur imami kur fillon te fjala amin, atëherë ju thoni amin. Pra, si që ngjojmë disa prej xhamatit ndonjëherë që nxitohet. Imagjino imami thot nuk arrit te nuni, wala dalin, te nuni dalin, thot ai ka thon amin direkte. Jo, prandaj po ja u lexoj si fjala e Albanit, mos me nxitu. Kjo është thot kundërshtim me synetin. Kjo është një lloj ta paraprish, ti bësh gjërat para imamit, sepse imami thot nuk ka arritur akoma tek vendi ku thuhet amin. Pra kur ai fillon dhe ti me fjalën amin. Pastaj ka përmend shehu pra surrat që lexohen mbas Fatihas. Këtë inshallah lëm herës tjetër, mjaftohemi me kaq se po hym pra është temë gjatë. Vazhdojmë herës tjetër inshallah. Lëm me kaq për sot. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.